Donald Trump ka premtuar se mërkura e 2 prillit do të jetë dita e çlirimit kur ai do të vendosë tarifa reciproke dollar për dollar ndaj kombeve që vendosin tarifa për produktet amerikane. Në fakt, ky vendim është vendimtar për suksesin e mandatit të tij të dytë, ekonominë dhe xhepat e miliona amerikanëve dhe bazohet në besimin e tij prej kohësh se tarifat mund të rekrijojnë një epokë të artë të pasurisë dhe pavarësisë së SBA-s. Lëvizja e tij më e fuqishme për të transformuar sistemin tregtar global mund të përfundojë duke prekur çdo amerikan, duke rritur çmimet në një kohë kur buxhetet e familjes janë tashmë të vendosura. Por presidenti në mënyrë indirekte po kërkon të gjithëve të miratojnë një strategji që premton përfitime joshse në të ardhmen, por që kërkon sakrifica për vitet në vijim. Politikat e luftës tregtare të Trump kanë fshirë tashmë triliona dollar nga tregjet e aksioneve dhe kanë përkeqësuar frikën e një recesioni pasi besimi i konsumatorit gërryhet. Ai gjithashtu ka titërsuar aleatët e SBA-s, ndërsa politika e tij e jashtme fillon të ndikojë në sistemin e aleancës perëndimore. Presidenti amerikan argumenton se duke vendosur tarifa mbi importet, ai do të detyrojë kompanitë të zhvendosin zinxhirët e prodhimit dhe furnizimit në SBA, duke krijuar kështu vende pune dhe duke rigjallëruar rajonet që janë goditur nga globalizimi. E keqja, megjithatë, është se tarifat do të rrisin çmimet për konsumatorët që janë të lodhur nga kosto e lartë e jetesës. Nuk ka gjithashtu asnjë garanci që kompanitë do të rikthejnë prodhimin në SBA pasi një riorientim i tillë do të kërkonte vite dhe ka të ngjarë të zgjasë më shumë se koha e Trumpit në detyrë. Nëse presidenti ndjek këtë politikë, ai do të marrë një rrezik të madh politik, por ai duket se është i pavëmendshëm ndaj implikimeve të mundshme. Në komentet për Kristen Welker të NBC News të shtunën, presidenti u shfaq i shqetësuar për rritjen e kostos makinave të shkaktuara nga tarifat e reja të industrisë. Nuk mund të më interesonte më pak nëse rrisin çmimet sepse njerëzit do të fillojnë të blejnë makinat prodhuara në Amerikë, tha Trump. Qëndrimi i tij rrezikon të shkaktojë një reagim politik duke pasur parasysh se republikanët tashmë janë të kujdesshëm ndaj ndikimit elektoral të ngadalësimit ekonomisë dhe politikave të Trumpit në zgjedhjet e ardhshme shtetërore. Pikpamja e Trump gjithashtu injoron kompleksitetin e tarifave 25% të automjeteve që do të hyjnë në fuqi këtë javë. Proceset e prodhimit janë të integruara thellësisht me fabrikat në Meksik dhe Kanada. Kjo do të thotë se shumica e makinave të prodhuara në SBA do të bëhen më të shtrenjta, dhe ndërsa teorikisht një makinë e prodhuar në SBA në të ardhmen mund të jetë imune ndaj tarifave, kostot më të larta të prodhimit dhe investimet e nevojshme për të ndërtuar fabrikën ekskluzivisht brenda SBA-ve do t'u kalohen konsumatorëve. Në vitet në vijim, çmimi i makinave të reja do të jetë mijëra dollar më i lartë, duke rrezikuar shkurtimin e vendeve të punës në industri.